Rotary Club Shkodra ka zhvilluar ceremoninë e ndërrimit të çekiçit. Në këtë ceremoni përzgjidhet presidenti i ri i Rotary Club. Për mandatin e vitit 2025-2026 u përzgjodh president Muhamet Kaçirani, i cili në fjalën e tij prezantoi programin dhe shtyllat kryesore të bashkëpunimit. Faleminderit për besimin dhe mbështetjen që më keni dhënë. Një mbështetje që më frymëzon të udhëheq me përkushtim, transparencë dhe dëshirë për të shërbyer të tjerëve. Sot ndodhemi së bashku në një moment simbolik, ku një cikël mbyllet dhe i tjetër hapet. Rotary nuk është vetëm një klub, po është një mënyrë jetese, një rrjet shërbimi, misie dhe përkushtimi që të kalon kufit lokal e kulturor. Motivi që na udhëheq këtë vit është Unit for Good, sepse ne besojmë te bashkimi për të sjellë mirën në komunitetin tonë dhe me gjëra. Gjatë mandatit tim do të fokusohemi në 3 shtylla themelore. 1. Forcimi i bashkëpunimit brenda klubit. 2. Shërbimi ndaj komunitetit, në veçanti projektet që ndihmojnë të rinjt, edukimin dhe rrugën e trashëgimisë kulturore. 3. Hapja dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, duke sjellë me shumë eksperienca të reja, partneritete dhe mundësi për të ndikuar për tek kufive. Ndërkohë, ish presidenti Adriatik Basho renditi disa nga projektet e realizuara me sukses gjatë mandatit të tij. Organizuam për herë të parë programin vjetor të punës në mënyrë të suksesshme. Në këtë vit jubilar, filloi puna për finalizimin e projektit i shumë pritur mbi shëndetin e gruas, i cili ishte në projektet e mëdha në distrikt dhe më gjërë. Po ashtu, realizimi i dy projekteve nga anëtarët tonë të talentuara Greta Tajeraga, në realizimin e projektit të materialet didaktike të shkollës Tradhitorit, me aftësi ndryshe, dhe Valbona Quku në realizimin e projektit sallës të leximit për moshat 3 dhe 13 vjeç në bibliotekën e qytetit tonë. Në këtë ceremoni morën pjesë anëtarë dhe bashkëpunëtorë të Rotary Club Shkodra, të cilët kanë zbatuar ndër vite projekte në të mirë të komunitetit, veçanërisht ndaj grave dhe fëmijëve.